Përshëndetje dhe njerëz, të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, të nderuar përfaqësues të mediave. Ju njoftojmë se në platformën e rezultateve, sipas planifikimeve, janë duke u prezantuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve për kryetarët e komunave dhe rezultatet preliminare nga zgjedhjet për kuvende komunale. Platforma elektronike për rezultate është duke vazhduar të funksionojë pa ndonjë problem dhe vetëm gjatë ditës së sotme më shumë se 3.5 milion vizitor unik janë shërbyer me informacione që janë përditësuar rregullisht. Para se të filloj me publikimin e rezultateve të përmbledhura, të cilat po shfaqen në këtë platformë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpreh mirënjohje dhe falënderim për Qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar, që ka mbështetur Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në zhvillimin e një softveri të ri për transmetimin e rezultateve preliminare nga vetëvotimit, por edhe në procesin që do të zhvillohet në 38 qendrat komunale të numërimit dhe në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Për të adresuar sfidat e hasura gjatë zgjedhjeve të përgjithshme në muajin shkurt të këtij viti, veçanërisht ato që lidhen me përpilimin dhe publikimin e votave, KQZ ka bashkëpunuar me një kompani ndërkombëtare me seli në Mbretërinë e Bashkuar. KQZ ka punuar gjithashtu në bashkëpunim me këtë organizat për të kryer testime të infrastrukturës të teknologjisë informative, të sistemeve që janë të qasshme nga jashtë, si dhe për të ofruar monitorim të avancuar gjatë gjithë periudhës zgjedhore, në mënyrë që të mbrohet nga sulmet kibernetike gjatë zgjedhjeve. Pra, KQZ ka bashkëpunuar me PAE Systems Digital Intelligence, një organizat ndërkombëtare me seli në Mbretërinë e Bashkuar, e cila ka partneritet me Arcus Security, një kompani vendore e sigurisë në fushën e IT-s, për të ofruar softwarein e kërkuar dhe zgjidhjet përkatëse të sigurisë në teknologjinë e informacionit. Ky projekt mbështetet nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar. Zhvillimi i softverit dhe përmirësimi i sigurisë kibernetike në infrastrukturën zgjedhore nga kompania britanike nuk ka ndonjë kosto specifike për KQZ-n. Andaj edhe një herë shpreh mirënjohje publike për mbështetjen e madhe të Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar në këtë pjesë të rëndësishme së jashtëzakonshme për zgjedhjet në Republikën e Kosovës. Në vijim do t'i lexoj rezultatet preliminare nga platforma e jonë. Që fillojnë do të nga Deçani, do t'i lexoj drejt për drejt nga platforma. Deri në orën 23:04. Po, kohë reale. Në Deçan, nga 50 vend votime, 46 janë numëruar, respektivisht 92%, është ky rezultat. Bashkim Ramosaj 51.56%, Jeton Mushkolaj 21.38%, Natyra Kuqi 11 presi 49%, Shkumbim Demaliaj 9 presi 71%, Faton Selmanaj 4.68%, Jetmir Prekalla 0.95%, Shefqet Tolaj 0.22%. Në Gjakov, nga 126 vend votime janë numëruar 138, respektivisht 94.52%, ashtu që Ardian Gjini ka fituar 47.25%, Ardian Gola 33.39%, Shefqet Shehu 7.76%, Ervin Shabani 5.29%, Anton Shala 5.27%, Mehmet Krasniqi 0.30%. Në Glogoc, nga 73 vend votime, 63 janë numëruar, respektivisht 86.30%, ashtu që Ramiz Ladrovci ka marrë 51.68%, Petret Hajdari 37.55%, Egzona Tërdevci 4.21%, Naim Bazaj 2.58%, Ajvaz Berisha 2.50%, Gazvend Heta 0.78%. Në Gjilan, nga 133 vend votime, 130 janë numëruar, pra 97.74%, ashtu që Alban Hyseni ka marrë 29.81%,
Arber Ismaili 34,18%, Riyad Rashidi 12,27%, Nazim Gagica 1,92%, Isa Agushi 1,27%, Ilir Poroshtica 0,34%. Në Dragash, nga 57 vend votime janë numëruar të gjitha, 100%, ashtu që Bexhet Gjeladini ka marrë 23,98%, Shaban Shabani 28,38%, Filiz Mustafa 16,82%, Usmen Balxhi 5,89%, Nejmidin Sejdillar 4,92%. Në Istok, nga 60 vend votime, 56 janë numëruar, 93,83%, kemi Ilir Ferati 58,78%, Halin Imanaj 22,11%, Asrit Bujupaj 13,53%, Ug Blakaj 5,58%. Në Kaçanik, kemi nga 24 vend votime, 22 janë numëruar, 95,25%, Savedin Vishi 39,72%, Jeton Raka 37,98%, Heset Malseu 14,30%, Betim Shala 4,72%, Shukri Luta 1,61%, Hafize Salahi 1,38%. Në Klin, kemi 62 vend votime, 54 janë numëruar, 87,10%, kemi Zenon Elezaj 28,50%, Sokol Bashota 35,87%, Arben Limanaj 9,85%, Ramiz Rustaj 5,75%. Në Fushë Kosovë janë numëruar nga 59 vend votime të gjithat, Valon Prebreza 25,14%, Pesnik Osmani 36,62%, Rahim Tërnava 16,07%, Vildani Latifi 1,18%, Hasan Ismaili 0,99%. Në Kamenic, nga 51 vend votime, 47 janë numëruar, 92,16%. Kemi Kadri Rahimaj nga vetëvendosje 50,67%, Qëndron Kastrati 27,90%, Shaib Surdulli 9,17%, Faton Jakupi 7,56%, Jona Arifi 4,70%. Mitrovica e Jugut, nga 105 vend votime, 104 janë numëruar, Arjan Tahiri 28,07%, Faton Peci 27,66%, Gzim Lakolli 3,53% dhe Qazim Nimani 0,74%. Në Leposaviq, kemi nga 25 vend votime, 8 janë numëruar, 32%, Zoran Todic 70,35%, Vladimir Radosavljević 11,25%, Vesna Pantović 6,76%, Ivan Vučković 6,11%, Nenad Radosavljević 2,63%, Shaqir Hetemi 1,71%. Në Lipjan, nga 88 vend votime, 86 janë numëruar, 97,73%, Imri Ahmeti 51,30%, Shukri Buja 30,36%, Ilir Qerici 16,31%, Ardian Bytyqi 1,29% dhe Bashkim Budakova 0,74%. Në Novobërd, nga 23 vend votime, 22 janë numëruar, 95,65%, Sasha Milošević 61,31%, Bajrush Imeri 22,25%, Abdul Gashi 10,16%, Ajet Avdili
3.66% dhe Selatin në Hill 2.42%. Në Abiliq, nga 33 vendvotime të gjitha janë numëruar, Qafer Gashi me 26 presi 27%, Halil Thaçi 24.04%, Goran Tančetović 4 presi 84%, Ali Krasniqi 2.34%, Nusret Kelmendi 1.79% dhe Shefkis Aliu 0.52%. Në Rahovec, nga 77 vendvotime, 71 janë numëruar, 92.21%, Smajl Latifi 37 presi 28%, Ali Dula 23.92%, Burim Krasniqi 23.24%, Edon Cana 15.56%. Në Pej, nga 120 vendvotime, 136 janë numëruar, 97 presi 14%, Gazmen Muaxheri 26 presi 11%, Taulant Kelmendi 28 presi 13%, Ali Berisha 18.08%, Arta Nalbani 4 presi 91%, Jeton Abazaj 1.10%, Senat Dacic 0.68%, Reshat Nurboja 0.67%, Vebi Abdullahaj 0.18% dhe Gani Veselaj 0.14%. Në Podujev, nga 113 vendvotime, 104 janë numëruar, 92 presi 0.4%, Shpejtim Bulliqi 52 presi 97%, Ekrem Hyseni 39 presi 30%, Isak Shabani 6 presi 31%, Baki Feta 0.90%, Gjemail Hasani 0.52%. Në Prishtinë, nga 268 vendvotime, 224 janë numëruar, 83.58%, Përparim Rama 33.76%, Hajrullah Qeko 32 presi 90%, Uran Ismaili 27 presi 95%, Bek Berisha 3.10%, Besa Shahini 1.51%, Fatmir Selimi 0.25%, Merkur Berqiri 0.19%, Agim Krasniqi 0.18%, Lulzim Syla 0.08% dhe Nadime Belegu 0.07%. Në Prizren, nga 236 vendvotime, 215 janë numëruar, 91 presi 10%, kemi Shaqir Totaj 21 presi 92%, Artan Abrashi 29 presi 87%, Driton Selmanaj 10.81%, Zafir Berisha 5.04%, Furkan Bytyqi 3.83%, Besnik Krasniqi 3.27%, Emilia Regjepi 3.29%, Albulena Balaj Halimaj 1.78%. Në Skënderaj, nga 72 vendvotime, 69 janë numëruar, 95 presi 83%, Sami Lushtaku me 83.45%, Hysni Mehani 9 presi 78%, Sokol Halili 6 presi 77%. Në Shtime, nga 33 vendvotime, 32 janë numëruar, pra 96 presi 97%, Qemal Aliu 50 presi 52%, Përparim Ramusa 36 presi 87%, Kasriot Shabani 11 presi 99% dhe Ram Bislimi 0.62%. Një njoftim, qendrat komunale të numërimit do të fillojnë punën për numërimin e votave për kuvende komunale nesër. Orën e fillimit të numërimit do të jetë 12 mesdit apo në disa vende edhe në orën 16 për shkak se ekipet e numërimit dhe komisionet komunale do të jenë sonte në detyrë në disa vende edhe gjatë tërë natës, andaj edhe kanë nevojë për pushim, po ashtu edhe pajisjet
të cilat veç janë montuar, të gjitha do të funksionalizohen në prezencën e tyre. Andaj, për disa qendra komunale të fillohet nga ora 12, për disa tjera në orën 16. Dhe do të vazhdohet për gjatë javës të numërohen dhe besojmë që brenda kësaj jave do të kemi edhe rezultat. Për balotazh nuk ne do të posa të po është. Brenda javës do të kryen të gjitha. Por për të diasporës, votat me kusht dhe personave me nevoja të veçanta do të numërohen pasi që të numërohen të gjitha votat e rregullta. Tash si të përfundon këto, unë po besoj që brenda 2 dite, 3 dite do të përfundon, do të vazhdohet me ato tjerat dhe do të njoftoheni me kohë, por besojmë fuqishëm që brenda kësaj jave do të përfundon procesi numërimi.